Përmbytje shkatërruese kanë goditur juglindjen e Bangladeshit, ku rreshtet e rrëmbyeshme të musonit, të përforcuara nga një depresion atmosferik në gjirin e Bengalit, kanë marrë jetën e të paktën 51 personave. Sipas Agjencisë Kombëtare për Menaxhimin e Fatkeqësive, më shumë se 1 milion banor kanë mbetur të bllokuar nga ujërat, ndërsa 10 zona vazhdojnë të jenë të izoluara. Shumica e viktimave humbën jetën si pasojë e rrëshqitjeve të dheut në zonat kodrinore, ndërsa të tjerë u përfshin nga përmbytjet e menjëhershme që zbritën me forcë nga lartësitë. Me tërheqjen e pjesshme të ujërave, banorët janë rikthyer në shtëpitë e tyre vetëm për të përballur me një pamje shkatërruese. Mobiljet, pajisjet shtëpiake dhe sendet personale janë dëmtuar ose janë marrë nga rrjedha e ujit, ndërsa shumë banesa janë bërë të pabanueshme. Banorët thonë se kanë mbetur pa ushqim, pa ndihmë dhe pa një vend ku të strehohen. Shumë prej tyre janë detyruar të gjejnë strehim të përkohshëm te fqinjet ose në qendrat e emergjencës. Ndërkohë, vullnetarët po punojnë pa ndërprerje për të shpërndarë vakte të ngrohta, ujë dhe ndihma emergjente. Megjithatë, banorët e zonave më të thella malore thonë se ndihmat ende nuk kanë mbërritur dhe se shumë komunitete vazhdojnë të jenë të izoluara. Autoritetet paralajmërojnë se situata mbetet kritike, ndërsa ekipet e emergjencës vazhdojnë operacionet e shpëtimit dhe të ndihmës humanitare në rajonet më të prekura nga katastrofa natyrore.